Zyra e koordinimit ndërkombëtar projekteve dhe kërkimit shkencor pranë Universitetit e Qerem Çabej organizoi një info day të dedikuar informimit të stafit akademik mbi thirrjet e hapura, programet ndërkombëtare dhe mundësitë për aplikime në projekt propozime kërkimore dhe bashkëpunuese. Gjatë takimit u prezantuan programe dhe projekte konkrete, përfshirë RID, thirrje për projekte nga AADF, për të cilat mori pjesë edhe përfaqësuesi i tyre Enrik Keco. Projekti RIT është një projekt që ka filluar që në vitin 2020 për të implementuar. Mund të themi me shumë kënaqësi që neve që nga viti i kaluar nga thirrja e 4 me Universitetin e Gjirokastrës kemi 5 projekte fituese, që do të thotë që 5 akademik nga diaspora dhe 5 skuadra ose individ nga Universiteti i Gjirokastrës kanë aplikuar projektet e kërkimit shkencor në universitet, që janë të fushave të ndryshme, të lingvistikës, të edukimit, të ekonomisë e tjera. Sot jemi për të prezantuar thirrjen e 5 të aplikimeve që është e përmirësuar në krahasim me vitet e kaluar, duke kemi shtuar komponent të rinj për diasporën akademike, ashtu edhe si për akademikët nga Shqipëria, duke shkuar jo vetëm në kërkim shkencor, por gjithashtu në atë që quhet kërkim shkencor i aplikueshëm, që do të thotë bashkëpunimi me industrinë, duke sjellë produkte dhe zgjidhje për çështje e problematika të caktuara. Aktualisht, Universiteti i Gjirokastrës është duke implementuar 10 projekte. Momentalisht në Universitetin e Qerem Çabej janë duke implementuar 5 projekte. Kemi një projekt Shanmonet të fituar nga një staf akademik, kemi një projekt Qendra e Ekselencës, projekti EPAL është në kategorinë e projekteve Shanmonet, ku jemi ne partner në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Ndërkohë kemi 2 projekte tjera Erasmus Capacity Building që po implementohen nga Fakulteti i Edukimit, Shkencave Shoqërore, konkretisht Departamenti i Gjuhëve të Huaja dhe Departamenti i Civilizimit dhe Qytetërimit grek. Ndërkohë është edhe një projekt i implementuar nga Departamenti i Infermerisë. Prandaj ky në fakt është një takim periodik që Zyra e Koordinimit Ndërkombëtar Projekteve dhe Kërkimit Shkencor organizon sa herë që këto thirrje hapen në këtë platformë. Në fakt ishte një koincidencë me projektet të RIT, sepse sapo janë hapur thirrjet RIT dhe kjo infodej bëhet në bashkëpunim edhe me AADF-n, me të cilën kemi një bashkëpunim të suksesshëm, sepse këtë vit po implementohen 5 projekte fituese në thirrjen e kaluar. Aplikimet për projekte janë jetike për modernizimin akademik dhe zhvillimin institucional të Universitetit të Gjirokastrës. Ato rrisin cilësinë e mësimdhënies, fuqizojnë kapacitetet kërkimore dhe forcojnë ndërkombëtarizimin e universitetit.